Korça mirëpriti edicionin e 2 të festivalit ndërkombëtar të bandave, duke u kthyer në qendrën e muzikës frymore me pjesëmarrjen e rreth 200 artistëve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Italia. Organizatorët e cilësojnë aktivitetin si një traditë të re kulturore dhe të vetmin festival të këtij lloji në Shqipëri, me qëllim ruajtjen e traditës së instrumenteve frymore. Që është banda e qytetit Korçës, që është shumë e rëndësishme për ne dhe shpresojmë shumë që të ngrihet akoma më shumë në të ardhmen, është banda fisnike e Orkestrës Forcave të Armatosura të Shqipërisë. Është një bandë italiane, të cilët kanë një traditë mbi 200 vjeçare në instrumentet e frymës. Të gjithë janë bashkuar në këtë qytet për të mbajtur koncerte, për të ndarë skenën midis tyre dhe pse jo për të stimuluar sa më shumë bashkëpunime midis tyre. Artistët italianë sot kanë mbajtur workshop për të gjithë të rinjt ose për të interesuarit pranë qendrës kulturore. Dirigjenti i Orkestrës Frymore të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, Altin Babameto, tha se Korça është qyteti ku u krijuar orkestra e parë zyrtare e shtetit shqiptar dhe e cilësoi festivalin si një nismë me vlera të mëdha artistike dhe edukative që meriton të zhvillohet çdo vit. Ndjesia është fantastike. Me thënë, Korça e meriton. Përveç faktit që Korça është qyteti i parë që kanë lindur orkestra e parë zyrtare e shtetit shqiptar. Gjithë zona juaj ka një merit shumë të madhe, duke futur këtu dhe dardhën, se dardhianët në Amerikë bën atë formacionin e parë muzikor shqiptar që mbështeten më pas formimin e shtetit shqiptar dhe qeverinë e parë shqiptare. Mbajeni dhe shtojeni pothuajse çdo vit, sepse është një gjë shumë e mirë për qytetin, për rinin edhe për gjithë jetën artistike tuaj. Festivali ndërkombëtar i bandave vijon me parada dhe koncerte në zonën kombësore dhe në pazarin e vjetër, duke sjellë një atmosferë festive për qytetarët dhe vizitorët e Korçës, ndërsa synon të forcojë traditën e muzikës frymore dhe bashkëpunimin kulturor mes vendeve pjesëmarrëse.